Sot po do m'ju tregu një mix faktesh të shkurta që do ju mbesin si informacione interesante në mend. Në Japoni ekziston një ishull i mbushur me lepuj. Ky ishull quhet Okunoshima dhe lepujt ecën të lirë kudo. Madje i ndjekin turistët për ushqim. Para mendo me të ndjek një lepur, a kishe mujt me ik? Vazhdoj me faktin e dytë. A ki ditë që oktapodi i ka 3 zemra, edhe nëse stresohet mundet i mi ndryshu ngjyra e lëkurës. Çfarë ngjyre të bëhet ty lëkura kur bosh nervoz? E po mu më shkon ka e vjollësja. Në një qytet në Norvegji dielli nuk përëndon për 76 ditë rresht. Qyteti quhet Tromos, është drita e përjetshme. Ky fakt mund të jetë një ankth për ata që s'mund të flajnë pa qenë komplet errësirë. Banorët e një fshatit në Indi flasin me fishklima. Fshati quhet Konghong, i cili përdor tiguj si gjuhë. Çdo person ka fishklimën e vet unike. Unë nëse kisha jetu aty, s'di sa kisha mbjetu, se me fishklu nuk di hiç. Dhe e fundit për këtë video. Bletët mund të njohin fytyrat e njerëzve. Ato i përdorin të njëjtat procese njohje që përdorin njerëz për të dalluar fytyrat. Kështu që si këshill, mos i dhënoni bletat se po ja afrohet sezona, të kemi më shumë kujdes.